I nderuari Lëzim Jashari, I biri I komandantit, krye komandantit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuara familjet të dëshmorëve dhe të martirëve të kombit, të nderuar invalid dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të organizatave të dalura nga lufta, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, jemi mbledhur në Reçak për nderimin e kujtimit të 45 të vrarëve me 15 janar 1999. Jemi bashkë në përvjetorin e 27 për të përmbushur përgjegjësitë tona njerëzore e shtetërore që te I kalojnë kohën. Obligimin ndaj kujtesës, ndaj të vërtetës dhe ndaj drejtësisë. Të dashur familjarë të vrarëve në masakrën e Reçakut, të nderuar fëmijë dhe pasardhës të martirëve dhe dëshmorëve këtu në Reçak, sot u përkulemi me respekt të thellë. Dhembja juaj është dhembja jonë. Shteti ynë, Republika e Kosovës, ku ne jetojmë sot të lirë, I ka rrënjët në gjakun e derdhur të martirëve dhe dëshmorëve në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, në sakrificën dhe qëndresën e popullit ton liridashës. Të dashura motra dhe vëllezër, krimet e kryera në Reçak nuk mund të fshihen nga historia e shtetit gjenocidal të Serbisë që I kreu, e as nga historia e popullit tonë që I përjetoi me aq shumë dhembje dhe I trashëgoi me kaq shumë vuajtje. Reçaku ishte dhe mbetet pjesë e pandashme e betejës për të vërtetën dhe drejtësinë. Ishte në qendër të procesit gjyqësor kundër Slobodan Miloševićit para Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Jugosllavinë, duke dëshmuar se krimet në Kosovë ishin pjesë e politikës shtetërore të dhunës Serbisë ndaj popullsisë civile shqiptare. Edhe pse ky proces nuk u përmbyll me aktgjykim për shkak të vdekjes së Miloševićit, faktet dhe dëshmitë për Reçakun mbetën të regjistruara në drejtësinë ndërkombëtare si konfirmim se e vërteta për këto krime nuk mund të mohohet dhe se drejtësia, sado e vënuar, mbetet detyrim moral dhe historik. Në përmbushje të obligimit për drejtësi, kemi ndërtuar kornizën ligjore për mundësimin e gjykimit në mungesë për krimet e luftës. Në dhjetor të vitit 2025, pranë muajin që shkoi, Republika e Kosovës ndërmori edhe një hap të rëndësishëm në rrugën e drejtësisë, kur Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ngriti akt akuzë ndaj 21 personave për masakrën e Reçakut për krime lufte. Kjo akt akuzë afirmon se krimi ka autor dhe se vërteta nuk parashkruhet. Drejtësia nuk ndalet kur kriminalet fshehen në Serbi apo edhe strehohen nga shteti atje. Drejtësia ecën për herë përpara, sepse shteti I Kosovës nuk harron kurrë. E sot, përveç 45 martirëve, përkujtojmë edhe komandantin e brigadës 161 të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Ahmet Kaçikun, I cili pikërisht sot e ka ditëlindjen, do të bëhej 62 vjeç, por kur ishte veç se 35 vjeç, bashkë me 10 luftëtarë të tjerë, ranë dëshmor të kombit në mbrojtje të kufomave të vrarëve civil, të trupave pa jetë të martirëve në Reçak. Fillimisht u varros në varrezat e dëshmorëve në Molopolc, aty ku ishte vendi I betejës e I luftimit, ndërka sot prehet I qetë në varrezat e dëshmorëve në Ferizaj. I nderuar dhe shumë I dashuri ambasador William Walker, ju keni një vend të rëndësishëm në historinë moderne të Republikës Kosovës dhe mbi të gjitha një vend veçantë në zemrat tona. Në një periudhë kur e vërteta për Kosovën shpesh anashkalohej ose zvehej në diskursin ndërkombëtar,
ju e artikuluat qartë dhe me përgjegjësi realitetin e krimeve të kryera nga Sfedia. Këtë dëshmi e keni lënë trashëgimi përmes librit të kujtimeve, përmbledhur në titullin Reçak, historia e një krimi lufte, për çfarë ju përgëzoj edhe një herë. Siç dokumentohet në librin tuaj, informatat fillestare që kishte marrë misioni verifikues i OSBE-s në Kosovë flisnin për 4 ose 5 të vrarë. Me 16 janar 1999, ju vendosët të vini vetë në Reçak. Dhe ajo që dëshmuat, sipas fjalëve tuaja, ishte, po citoj, masakër e qëllimshme dhe brutale e burrave dhe djemve të një fshati, mbaron citati. Për këtë ju deklaruat: konsideroj veten se jam veteran i ashpër ndaj dhunës dhe mizorisë së njeriut ndaj njeriut. Por ajo që pash në Reçak ishte diçka përtej asaj. Qeveria e Republikës Kosovës e ka mbështetur botimin e librit si burim tejet i rëndësishëm historik dhe si shprehje nderimi për ata që ranë për liri. Me mirënjohje të thellë, sot e gjithmonë u jemi falendërues të gjithë miqve e partnerëve ndërkombëtar që qëndruan në anën e të vërtetës në ato ditë të errta për Kosovën. Masakra e Reçakut e zgjoi ndërgjegjen ndërkombëtare dhe çoi te ndërhyrja e NATO-s. Mbështetja dhe veprimi i Bashkisë Ndërkombëtare mbeten pjesë e pandashme e historisë shtetë ndërtimit të Kosovës së bashku me luftën e lavdishme të UÇK-s. Të nderuar zonja dhe zotëri, si pjesë e përkushtimit afatgjatë shtetëror, kemi themeluar me ligj Institutin për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Ky institut është mekanizëm i domosdoshëm për ballafaqimin me të kaluarën dhe për ndërtimin e bazës së qëndrueshme të së vërtetës për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, e që janë jo vetëm krimet luftës, po edhe krime kundër njerëzimit dhe gjenocidi i Serbisë. Për ta ruajtur të vërtetën e Reçakut për brezat që vijnë pas nesh, qeveria ka nisur procesin për zhvillimin e kompleksit memorial përmes grupit punues dhe ekipeve profesionale të angazhuara nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Këto ekipe po bëjnë analizë dhe dokumentim të hollësishëm të gjendjes ekzistuese të fshatit me ndjeshmëri dhe respekt ndaj kujtimit të më të dashurve tuaj dhe për t'i dhënë me përgjegjësi kuptim dhe kujtesë popullit ton edhe në aspektin kolektiv edhe për të ardhmen përkatësisht gjeneratat e ardhshme. Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, Kosova e sotme është shtet i pavarur dhe i sigurt, me institucione demokratike që funksionojnë, me stabilitet institucional, me ekonomi që rritet dhe me mirëqenie që shpërndahet, me qytetarë që jetojnë në paqe, e fëmijë që ndrojnë lirshëm falë realizimit të ëndrrës së madhe të lirisë. Liria që gëzojmë sot është fryt i përpjekjes, rezistencës dhe angazhimit të vazhdueshëm të përbashkët. Andaj sot vijojmë, punojmë për një shtet që garanton e mbron të drejtat dhe dignitetin njerëzor. Me sundim të rendit dhe të ligjit, me integritet territorial e sovranitet shtetëror, për zhvillim ekonomik e progres shoqëror. Sot, duke nderuar martirët e Reçakut, Republika e Kosovës reafirmon angazhimin e përhershëm, e të përjetshëm për të vërtetën, për drejtësi dhe për paqe të qëndrueshme. I përjetshëm qoftë kujtimi i martirëve dhe dëshmorëve të Reçakut dhe atyre në përgjithësi të kombit tonë mbar, të cilët ranë për lirinë që e gëzojmë sot dhe shtetin që kemi. Lavdi.